sonte është nata e fundit e këtij muaji të begat, muajin Ramazanit, muajit Kuranit, muajit ku besimtarët u afrohen me Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet agjërimit, nëpërmjet namazit, nëpërmjet leximit të Kuranit, nëpërmjet duave, nëpërmjet istighfarit, kërkimit faljes, e nëpërmjet shumë punë të mira e shumë shanseve që na dha Allahu subhanahu wa taala. Po si çdo fillim ka dhe një fund. Po lum ai që i shfrytëzon shanset, mundësitë që i jep Allahu subhanahu wa taala. Thot Zoti në Kur'an: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa." Dhe pajisuni, furnizohuni, e furnizimi më i mirë është devotshmëria. Dhe devotshmëria do thot me fjalë tjera të jesh afër Zotit, ta jetosh jetën me Allahun subhanahu wa taala. Kjo është jeta më e mirë, jeta më e bukur. Prandaj besimtarët e shfrytëzojnë këtë muaj Ramazan dhe ne në fund të Ramazanit i lutemi Allahut të na e pranojë punën tonë. Dhe këtë e kemi marrë nga ajeti kuranor: "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Profeti Ibrahim bashkë me djalin e vet e kanë rindërtuar Ka'ben, pra ndërtuan Ka'ben. Dhe imagjinohet të ndërtosh Ka'ben, çfarë punë fisnike. Masi u lodhën e ndërtuan, ngritën dorë dhe thanë: "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." O Zot, pranoj prej nesh. Pranoj këtë vepër. Ti je ai që dëgjon gjithë dëgjuesi edhe gjithë dishmi. Pra edhe ne në këtë fund natë, pra në këtë natë, e lutim Allahun subhanahu wa taala ta ketë pranuar agjërimin ton, namazin ton dhe çdo vepër të mirë. Dhe lutim Allahun e madhëruar që siç na ka bashkuar në këtë xhami, Allahu na bashkoft gjithmonë për punë të mira, edhe Allahu na bashkoft në xhenetin më të lartë, xhenetin Firdaus.